Flini me flokë të lagura. Alarmi i ekspertëve mund të vuani nga këto probleme. Flokët e lagur janë në një vend ku bakteret dhe kërpullat mund të lulëzojnë shumë lehtë. Kur jeta juaj është e ngarkuar pengon kujdesin e lëkurës dhe të flokëve, ne shpesh përfundojmë duke bërë disa hapa të gabuar. Një nga gjërat që kemi bërë gjithmonë në një moment ose në një tjetër është larja e flokëve vonë gjatë natës dhe rënja në gjumë me flokë të lagur. Gjëja e rëndësishme që duhet të dimë është se gjumi me flokë të lagur është një hap i vërtet i keq për shëndetin e flokëve. Flokët e lagur jo vetëm që mund të ndikojnë në shëndetin e kokës, por edhe në pjesë të tjera të trupit, si lëkura. Të shkosh në shtrat me flokë të lagur nuk është e mirë, madje mund të ndikojë gjithashtu edhe në këto probleme. Sipas ekspertëve të Healthline, rekomandohet të mos shkoni në shtrat me flokë të lagur pasi mund të shkaktojë dëmtim të flokut, infeksion mikotik, infeksion bakterial, kruajtje koke dhe zbokth të tepërt.